Ebu Bekri radiallahu anhu ka pas shumë lek kur u bo që e pranoi pejgamberllëkun e Muhamedit alayhis salam. Sa ka pas vëllezër motra nderuara? Mendohet me përkthimin e sotëm i ka pas 40 milion euro. Dhe kur ka vdek pejgamberi, ai e ka zëvendësu, ka drejtu ai mbas pejgamberit, është mbledh parlamenti se s'kishte lek dhe i kanë vendosur rrogën. Nuk është mirë në islam gjithë lekët t'i harxhosh, por në raste emergjente siç kishte nevojë Islami, ai i harxhoi gjitha dhe parlamenti atëherë i ka vendosur rrogë se s'kishte me jetu. Doli me punu në treg i thanë ato ty do të vendosim rrogë. Ai shumë nevojë kishte Islami, ai shumë bonte ky. Kjo është me të beku Zoti pra me të hap dyert, dhe ne e përmendim sot në xhuma. Po ku do përmenden kopracët? Ku do përmenden frikacakët? Ku do përmenden ato që s'bëjnë vepra të mira? Ato edhe fëmia vet do t'i kujtoj pak. Kurse nipi ndoshta si kujton fare, sepse veprat e tyre janë më të kufizuara se vetë jeta e tyre, kurse veprat e mira vazhdojnë edhe mbasi ka vdek njeriu. Ebu Bekri harxhoi gjithë. U bëshin atëherë rob musliman, robrit. Edhe ai çfarë bonte, shkonte dhe i lironte, jepte lekun nga xhepi i tij, që musliman mos dvujshin. Edhe një nga ato që e rëndun shumë ishte Bilali radiallahu anhu. E nxorën shkretirja, vendosën një gur këtu dhe i thoshin mohoje Zotin. Dhe ai ishte në çaste shumë delikate për jetën dhe me zor thosh Zoti është një, Zoti është një. Kur i vjen lajmi e Ebu Bekrit, i kishte lekët shiqyr Zoti tha do ta liroj unë Bilalin, edhe i shkoi. Ai që e kishte s'ka rëndësi për emrin e atij, megjithëse në historinë islame edhe me emër tregohet, ai i shiste siç ishte zakoni i robërve që i qyshin atëherë pa vlerë, i shishin po them unë 500 deri 1000 euro. Po e them unë me sot që ta kuptojmë. Dhe shkon Ebu Bekri i thot, sa do ma shesësh Bilalin? Du ta blej, du ta liroj. I tha ai, e pa kështu, ai bonte 500 deri 1000, tha 10.000. Një ta fut dorën në xhep, një t'i nxjerr 10.000, një t'i dhon. Ai bashkë me bashortën se tani varet nga vogëlsia. Ai i lujti syrin bashortës dhe fillon duke qesh. Një fjalë ja hodhëm Ebu Bekrit. Ajo bote 500, 700, 800, 1000 maksimumi, kurse ne i morëm 10.000. Dhe Ebu Bekri porin të qetë. Mbasi e kryen aktin, i thamë dëgjo, po qeshim ne. Tha inshallah, ç'a të them unë? Gjithë jetën ti jeni të kënaqur e të qeshur. Jo, tha po, ti t'na kishe dhënë neve dhe 300 euro, po themi me lekë të sotme, do ta kishim dhënë. Pse ne të thamë 10.000, ti zbore pazar fare, u tregove shumë me një letë. Jo tha, ju mund ta jepshit për 300, po ju tha 10.000, po të më kishit thonë dhe 100.000, unë dhe 100.000 do ta blesha. Sa ai që për ju s'ka vlerë, kjo mu ka një peshë shumë të madhe, ai është vllai musliman. Ai robit madhit Zot, ai me shkëtirë sot ehadun ehad. Gjithë bota s'vlen përpara se sa vlen ai tek unë. 100.000 më kishit thonë, 100.000 edhe unë do ta blesha. Dhe kështu ka qenë, kështu e ka dhënë ai pasurinë e tij. Derisa kur pejgamberi vdiq, para se të ipte shpirt kur ka marrë fjalimin xhami, ka thënë dëgjoni, kur çdo që dha pasuri në emër të madhit Zot, jam mundu t'ja kthej përveç asaj që ka dhënë Ebu Bekri. Atë që e dha Ebu Bekri, ja kam lënë se vetëm Zoti i gjithësisë mund ta shpërblej, nuk ja kompensoj dot. Prandaj tha, në këtë tokë nuk ka parë dielli njeri më të mirë mas pejgamberëve se sa Ebu Bekri. Tani ja hapte Zoti atyre rrugët, autostradët e mira për të bërë vepra të mira. Kurse kujt i mbyllet kjo, jeta e tij është bosh.